Mirë se erdhe tek ne në vizit, mbreti muajve të viti. Ti je për ne mëshire Allahut, ke derën e hapur në shtëpi të vëllahut. Merhaba ja shehru Ramadan, mirë se erdhe ti në vendin ton. Elweda ja shehru Ramadan, ty të presim vitin që vijon. Merhaba ja shehru Ramadan, mirë se erdhe ti në vendin ton. Elweda ja shehru Ramadan, ty të presim vitin që vijon. Gëzohet i varfëri përmendet në Kur'an, shtrin dorën i pasuri atë se haron. Për plot bereqet erdhe ti tek ne, o sa lumturi të jesh në këtë fe. Merhaba ja shehru Ramadan, mirë se erdhe ti në vendin ton. Elweda ja shehru Ramadan, ty të presim vitin që vijon. Merhaba ja shehru Ramadan, mirë se erdhe ti në vendin ton. Elweda ja shehru Ramadan, ty të presim vitin që vijon. Lufte Bedrit fitore krenare, festojmë në këtë muaj ditën më të madhe. Lejletul Qadr nata madhështore, me ibadete kem betur prore. Merhaba ja shehru Ramadan, mirë se erdhe ti në vendin ton. Elweda ja shehru Ramadan, ty të presim vitin që vijon. Merhaba ja shehru Ramadan, mirë se erdhe ti në vendin ton. Elweda ja shehru Ramadan, ty të presim vitin që vijon. Një muaj me radh nuk ha me nuk pim, dhe me plot knarsi falim teravim. Tekbir pa ndërprer Allahun lartësojnë, me salavate Resulin kujtojnë. Merhaba ja shehru Ramadan, mirë se erdhe ti në vendin ton. Elweda ja shehru Ramadan, ty të presim vitin që vijon. Merhaba ja shehru Ramadan, mirë se erdhe ti në vendin ton. Elweda ja shehru Ramadan, ty të presim vitin që vijon. Habibi, habibi, nebi Allah, toka e qielli kan mall me t'pa. Era kur fryen ka mall për ty, shiu kur bjen për ty ka mërzi. Habibi, habibi, Rasul Allah, njeri si ti ma nuk kanë dynja, njeri si ti ma nuk do t'ket, ishe Kur'an që ecën në jet. O i dashur Mustafa, a vjen dita ty me pa, nur siratit me na prit, me ba shefat nuri yt. Kur vjen dita me u taku, Zotit me ju përgjëru,
Fale Zot robin e shret, se m'ka dash sa ishte njet. Habibi, Habibi, Nebi Allah, erdhe ndrite një dynja, për ty dhe trungu me lot ka qa, se kur prej teje s'ka dasht me unda. Habibi, Habibi, Resul Allah, Zoti të zgjodhi Habib Allah. Luma jo zemër që të besoj, e thirrjen tënde që e pranoj. O i dashur Mustafa, a vjen dita ty me pa, nur siratit bela prit, me ba shefat nuri yt. Kur vjen dita me u taku, Zotit me ju përgjëru. Fale Zot robin e shret, se m'ka dash sa ishte njet. El Mubarek Ramazan, zemra qeshe syri qan, shqyr Zoti na dha jet, për me t'prite dhe si jet. El Mubarek Ramazan, zemra qeshe syri qan, shqyr Zoti na dha jet, për me t'prite dhe si jet. Ti e muaj i mëshirës, të daloj Allahu vet, si Jakubi që e deshti Jusufin ma shumë se tjert. El Mubarek Ramazan, zemra qeshe syri qan, shqyr Zoti na dha jet, për me t'prite dhe si jet. El Mubarek Ramazan, zemra qeshe syri qan, shqyr Zoti na dha jet, për me t'prite dhe si jet. Si kamisha e Jusufit, që ja ktheu syt Jakubit. Ramazan o muj me vler, syt e zemrës tina i qel. El Mubarek Ramazan, zemra qeshe syri qan, shqyr Zoti na dha jet, për me t'prite dhe si jet. El Mubarek Ramazan, zemra qeshe syri qan, shqyr Zoti na dha jet, për me t'prite dhe si jet. Me durim fitoj Jakubi, se kush presën nuk e humbi, kush ka shprese dhe duron, çdo betej do ta fiton. Me durim fitoj Jakubi, se kush presën nuk e humbi, kush ka shprese dhe duron, çdo betej do ta fiton. El Mubarek Ramazan, zemra qeshe syri qan, shqyr Zoti na dha jet, për me t'prite dhe si jet. El Mubarek Ramazan, zemra qeshe syri qan, shqyr Zoti na dha jet, për me t'prite dhe si jet. E kam prit me shpirt, e kam prit me zemër, muin Ramazan të bukurin emër. Kur thirët akshami në lagjet e mija, janë dila kandila thërasin fëmija. Kur thirët akshami në lagjet e mija,
Janë dila kam dila thërasin fëmija. Po thëret rejani dera e gjennetit, erdi Ramazani muaj i rahmetit. Mishde gjërues, mishde besimtar, lutu lutu vlla si fyre iftar, lutu lutu vlla si fyre iftar. Po thëret rejani dera e gjennetit, erdi Ramazani muaj i rahmetit. Mishde gjërues, mishde besimtar, lutu lutu vlla si fyre iftar, lutu lutu vlla si fyre iftar. Sa jam përmallu e me fal të ravi, bukuri e madhe gjami për gjami. Mysafiri dashur gjithve na bashkon, vërteti bekumi shumë shpejt po kalon. Mysafiri dashur gjithve na bashkon, vërteti bekumi shumë shpejt po kalon. Po thëret rejani dera e gjennetit, erdi Ramazani muaj i rahmetit. Mishde gjërues, mishde besimtar, lutu lutu vlla si fyre iftar, lutu lutu vlla si fyre iftar. Po thëret rejani dera e gjennetit, erdi Ramazani muaj i rahmetit. Mishde gjërues, mishde besimtar, lutu lutu vlla si fyre iftar, lutu lutu vlla si fyre iftar. Ramazan, Ramazan, gëzimi madh, o Ramazan, Ramazan, me sofra plot, faleminderit i madhi Zot. O Allah, i plot mëshirë, Zot i paqes, o Zot i mirë. Qdo syfir sill begati, faleminderit për çdo mirësi. Qdo syfir sill begati, faleminderit për çdo mirësi. Ramazan, Ramazan, gëzimi madh, o Ramazan, Ramazan, me sofra plot, faleminderit i madhi Zot. Çdo iftar shpirti gëzon, gëzimi par na lumturon. Gëzimi tjetër e më mirë s'ka, kur vjen dita Zot ti me t'pa. Gëzimi tjetër e më mirë s'ka, kur vjen dita Zot ti me t'pa. Ramazan, Ramazan, gëzimi madh, o Ramazan, Ramazan, me sofra plot, faleminderit i madhi Zot. Ha ha
Syti kanë ka qjeli, anër e thanë pas ka dal. Po sa shpejtareja e pushtoj krejt botën, Ramazani pas ka. Po sa shpejtareja e pushtoj krejt botën, Ramazani pas ka. Hajde vna niftar, madhin pas ka mar, tulem në një sofër, zbashku si më par. Gzimi madh gjithka, shifet shpi për shpi, se erdhë Ramazani me plot begati. Hajde dha niftar, madhin pas ka mar, tulem në një sofër, zbashku si më par. Gzimi madh gjithka, shifet shpi për shpi, se Ramazani me plot begati. Me shumë mal të priten, misafiri Zotit, vjen me falje më shin. Në të plot me lutje, janë bekim për zemrat, muaj Ramazan maj mirë. Në të plot me lutje, janë bekim për zemrat, muaj Ramazan maj mirë. Hajde vna niftar, madhin pas ka mar, tulem në një sofër, zbashku si më par. Gzimi madh gjithka, shifet shpi për shpi, se erdhë Ramazani me plot begati. Hajde dha niftar, madhin pas ka mar, tulem në një sofër, zbashku si më par. Gzimi madh gjithka, shifet shpi për shpi, se Ramazani me plot begati. Allahumma ya Rabbi, na fal neve Perëndi. Allahumma ya Rabbi, na fal neve Perëndi. Na jep t'miran këtë dynja, na hiret Zot na shpëto. Na jep t'miran këtë dynja, na hiret Zot na shpëto. Na fal neve babenan, fali gjithë këta besimtar. Na fal neve babenan, fali gjithë këta besimtar. Bëjni ibadet pa janda, na prano Zot këtë dua. Bëjni ibadet pa janda, na prano Zot këtë dua. Natën e varit na ndihmo, sa më let gjevap me dhan.
Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. E falenderojmë Allahun Gjellëshanuhu, salavatet ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, familjes e tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët e kanë ndjekur e ndjekin dhe do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Shumë i nderuari xhamat banor të fshatit tim, u shpreh mirënjohje thellësisht për përkrajen edhe ndihmën të cilën ma keni dhonë, vazhdoni të ma jepni, inshallah Allahi ju shpërblen. Ju falenderoj juve gjithve, falenderoj edhe miftin e Shkupit, falenderoj edhe misafirin nga Tirana, hoxhën e mirënjohur Ferit Pikun, i cili edhe dëshiron t'ju përshëndese, ne dhe t'ja hapëm fjalën, se kanë angazhime tjera dhe ta falin namazin e akşamit edhe dhe të vazhdojnë këta me punët e veta, kurse për juve kërkoj, keni bo durim deri shtash, t'i respektojmë misafirt, edhe dhe t'jena të lirë të vazhdojmë. Pa humë ko, unë e ftoj hoxhën t'i na përshëndese, edhe miftia na përshëndese, mbaj si është misafir. Hajde. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah e mabat. Allahun e falenderojmë, selamet tona Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Shumë të nderuar kolegë hoxhallar, hoxha i vjetër, i juvi dhe joni, nderuari hoxh aktual Emran Efendi, nderuari misafir nga Shqipëria, profesori jon i dashur Ferit Piku, shumë të dashur i vëllezër që jeni prezent, mlojnë t'ju përshëndes gjithë me selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pra paqja, mëshira, begatit, mirat e Allah qofshin mbi gjithë ju, inshallah. Bëj dua që Allah, inshallah, këtë ditë të agjërimit Allah t'u pranoj. Bëj dua që këtë mund që e jepni për ruajtjen, mbrojtjen e traditës suaj dhe tonës, që vazhdoni ta kultivoni këtë vend, Allahu dhu xhelal inshallah t'u kompenzoj. Lusë Allahu dhu xhelal inshallah evladin, fëmijët t'u bën të hajrit. Unë shumë shkurt do ta falenderoj hoxhën edhe Molla Ahmetin, po edhe Emran hoxhën që e bartin mbi supe këtë projekt, këtë angazhim, dhe gjithë ata të cilët në veçanti gjeneratat e reja, mos në i dhonë këtu më të vjetrit, që vazhdojnë ta përkrajnë që kjo traditë vazhdojnë në këtë vend. Unë nuk ishte planifikume, tham drejtën për më herët, ardha jonë këtu, ne kishim para pa që para Ramazanit, që profesor Feridin ta kemi në një prej ligjëratave këtu në Shkup, për ja që dashti Allahu dhu xhelal godite bashkë me këtë ditë që edhe ju organizoni këtë iftar. Dhe unë i thash profesorit, kemi 3 opcione, një opcion na që planifikonin të bëjmë një iftar të bushi, një opcion e kishim një kryetari komunës nga Turqia, nga Stambolli, shtronte një iftar në një restoran, edhe në fund që hoxha Emran të regoj për iftarin që e bën ju, ose ta shkojmë një fshat të bëjmë një iftar tradicional. Profesori sa ja përmenda tha, jo, shkojmë tha të ki fundit, të ki tradicionali. Tha sepse ajo neve na jep shija, na jep energji. Ajo është e jona, thjesht të qerat janë tona. Edhe nga tribuna me njëre morëm rrugën, erdhëm, unë falenderoj edhe atë që pranoi ftesën që ishte pjesë e jona, falenderoj juve për organizimin, hoxhën për ftesën. Allahu dhu xhelal inshallah ju jep shëndet dhe bereqet. Allahu dhu xhelal agjërimin, duat, angazhimet kabullu abaft inshallah. Tash ja fjalën profesorit. Bismillahirrahmanirrahim. O Zot, për ty agjëruam, ty të besuam, ty të mbështetëm, me rizkun dhe furnizimin tënd çelëm iftarin. Etja, uria u larguan, damarët u njomën dhe mbeti shpërblimi inshallah. I nderuar mufti, i nderuar imami që është themeli i mamllokut, po dhe djali që është çatia inshallah. I nderuar xhamat, nuk është egzagerim, po them që sot ndoshta është dita më e bukur e jetës time, sepse është në ditë në Ramazan dhe Ramazani është muaji më i bukur, por e kaluam një pjesë të ditës në Shkup dhe mbi gjitha kjo ishte kulmi i bereqetit dhe kënaqësisë që kaluam një iftar bashk në një sofër që e ka emrin sofra e Ramazanit. Për herë themi sofra e Ramazanit, por sofra nuk gjem.
kreti janë tryezat e tavolina, kurse sot të gjetëm 70 sofra bujarie. Allahu xhalleshanu a shtoft bujarin, ja shtoft begatin, siç ju ka dhënë mundësinë të rrini bashk afër njëri tjetrit në sofrat e dynjas së Ramazanit, mos ndaheni nga njëri tjetri as në sofrat e xhennetit. Kjo është feja, kjo është dini, kjo është vatani. Kjo është që të rish këmbkryq me njëri tjetrin, të afrojsh zemrat me njëri tjetrin, me nda bukën, me nda fasulën, groshën, me nda bukën dhe kripën, por me nda zemrën e bardhë. Kjo na mungon sot gjithve. Edhe për fe, edhe për dynja, edhe për vatan, kjo po na mungon. Prandaj Zoti ju nderoft, ju a shpërbleft, juve, fëmijëve tuaja, aty në duarve që kanë gatuit, ja shpërbleft Allahu me ushqimet e xhenetit inshallah, dhe inshallah e trashëgoni këtë traditë kaq të bukur që kemi nevojë të gjithë ta shohim me sy e ta trashëgojmë ke fëmijët tanë që dem baba dem, sa të jetë kjo dynja të mbahet si traditë e të shkojë rahmet të gjithë aty në sofrave të parët tanë. Zoti i falë dhe i mëshiroft gjithë ata dhe i shpërbleft me ushqimet e xhenetit. Na bashkoft Zoti gjithmonë në sofrat hajrit, në sofrat Ramazanit, na bashkoft gjithve në sofrat e xhenetit Allahu xhalleshanu. Shumë faleminderit. آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين والمنزل عليه قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Falënderimi dhe lavdrimi qoftë për Allahun xhalleshanu, i cili na ka ushqyer dhe na ka dhënë të ham dhe të pim dhe i cili na ka bërë pjesëtar të fesë vetme e pranuar te Allahu xhalleshanu. Gjithashtu bereqeti dhe rahmeti i Allahu xhalleshanu qoftë mbi ata të cilët e kanë përgatitur këtë ushqim, mbi ata të cilët e hëngrën dhe mbi ata të cilët gjenden në këtë vend. O Zot, na i shto të mirat tua dhe mos na i pako. Allahumme zid wala tenkus bi hurmetil Fatiha. الوداع يا شهر رمضان ty të presim vitin që vijon. Një muaj me radh nuk ha me nuk pim, dhe me plot knarsi falim teravim. Tekbir pa ndërprer, Allahun lartësojnë, me salavat e Resulin kujtojnë. Merhaba ya shehru Ramadan, mirë se erdhe ti në vendin ton. الوداع يا شهر رمضان ty të presim vitin që vijon. Merhaba ya shehru Ramadan, mirë se erdhe ti në vendin ton. الوداع يا شهر رمضان ty të presim vitin që vijon.